Vësopojes. Po këto ditë gjata dimni si në gjithë Kosovën, po të na pak është ma veçanti, se këtu është nëllësia mbi detale ma madhe se në vendet tjera, do më thonë. E kom fjallë për fshatrat e Opojës, do në 1400 metrë mbi nivelin e detit, dhe është pak ma ftoftë. Rruga është ma me pengesa, fryn, do më ka pengesa rruga, ftoti është ma shumë, shto send është pak ma me mungesë. Na pregaditemi për drum ushqim normal, për vete, për kafshë, për tona. Po mirë, po na pregaditet i bëjmë shumë herët. Gjithmonë ne presim dimrin këtu të fillon në nënto. Që ashtu kushtet atmosferike këtu gjithmonë fillon dimri shumë herët. Kjo është nësia mbi detarin 1400 metrë. Edhe bora parë që të bie, na mon furnizimet mund mos me i pas. Sidomos për drunë e për kafshë. Në këtë kafe të vogël në qendër të fshatit, burrat mblidhen dhe çajnë bashk hallet dhe problemet me të cilat përballen. Por me hap rrugën ose me qunit s'mund ose diçka, me hap një rrugë, shumë lidhna në lokal, bisedojmë, ka nevojë për me hap rrugën, me bon me ndihmu dikush që ka mungesë ushqimin për bakti ose për diku, e ndihmojmë njëri tjetrit. Fshati ka një teknik medicinal, por jo të kontraktuar. Ai punon privatisht. E kemi një teknik medicinal, vepron këtu. Në punë nuk është. Nga, vjen nga Plajniku? I Plajnikut jeton Plajnik edhe këtu vepron. Po vepron vetijak, privatisht. Jo, nuk ka rrok, nuk financiot. Nuk është në punë dhe ma shkurt. Çfarë bëni për rastet e rënda kur keni të smurë? Rastet e rënda, ky fshat është shumë i mobilizuar dhe mos dhash zoti diçka se e transportojmë. Me diçka kemi do makina ma të rënda, gjipa që shtu, mujnë me depërtu. Për ndryshe, edhe me kra. Për ndryshe këtu që shka qenë tash, e mbyll me, as me kras kemi mujtë me transportu. Çelësi kryesor i ekzistencës së këtij fshati ngelet mirëmbajtja e rrugës. Ndonë se është e shtruar me asfalt deri atje, institucionet nuk i kushtojnë vëmendje për ta mbajtur gjithmonë në qarkullim. Rruga është numër 1 për shembull, nëse mbyllet rruga çdo send, mbyllet i smundi, mbyllet ushqimi, mbyllet çdo sendi. Rruga është çelësi i fshatit. Ky fshat shkurt prej komunës nuk ka fare ndihmë. Na jemi në shirën e Zotit që tu, qka mujmë vetë, rrugën e kemi hapë me lopata, vetë. Mas 2 dite, mas e është hapë rruga, është bëka luse, mas 2 dite ka ardhë. Dikush prej komunës e ka hapë, e diçka ka zgjenu. E pikrisht për këtë fshati dikur i zhurmshëm me shumë të rinje bagti, dita ditës po zbrazet. Për momenti këtu, për shembull, në fshat jemi një 5-60 shtëpi. 100 shtëpi kanë dalë vetëm dragash. 100 janë në Prizren, 200 ka edhe në Prishtinë, ka edhe në Gjakove, ka më herët kanë shkuar edhe për shembull në Turqi, kështu ka edhe në diasporë, në Gjermani, në Austri, që kanë ikë shkak i rrugëve, shkak i kushteve çto sana. Nga klasa e 5 e lartë, fëmijët këtu udhtojnë për të mësuar në fshatin Fqin Kosau. Janë deri në 5 kilometra që nxënësit e bëjnë çdo ditë. E në kushte të tilla të motit si sot, ata nuk shkojnë në shkollë. Tu nxënësit shkojnë 4 kilometra në fshatin Kosov. Edhe ka 1 javë, 2 javë nuk shkojnë, nuk vjen mësimin, për shkak mbylljes rrugës. Tash për momentin si veti ka 23 nxënës. A i transporton kush në përshkëllë? Unë i transportoj, me një kolegë tjetër. Ju i transporton një vetë në zanë? Ja, komuna i pagun. Komuna i pagun. Komuna e Dragashit jo rrallë has në vështirësi për të zhbllokuar fshatrat, si që është edhe Plajniku. Në të shumtën e rasteve ata apelojnë tek banorët, por edhe tek institucionet qendrore për ndihmë. Situata nuk është bashkë e kënaqshme,
për arsye se në vazhdimsi ka rabor 24 orë kamionit tjerë në teren, sa përket gjendjes shëndetësore në sin profesionalit të zjarfisë nuk kemi ndaj rast që për më shqetësua. Sa makina keni në teren dhe sa keni kapacitet për ta zhblloku situatën? Për momentin rrugët, pasi mbajmë rrugët lokale, kemi 2 kamion në teren, po situata është e vështirësuar për arsye se ka ra bukur shumë borë, domethënë ka kaluar 80 cm, kështu që nëpër disa fshatra të cilat janë të bllokuara, ndërsa në disa të tjera kanë dalë qytetarët në ndihmë dhe i kanë zhbllokuar vetë, dhe unë i apeloj qytetarët që dalin në ndihmë sepse natën ka fry edhe rrugët përsëri janë bllokuar. Kemi dëme tek automjetet tuaja, përmendëm disa herë që ata janë... Po na ka rëshqit kamioni, njëri nga 4 orë, kështu që jemi detyruar me nxjerrë dhe tash janë në funksion të 2 kamion. Po apel tek institucionet qendrore? Edhe e kam një apel për institucionet qendrore, pasi nuk kemi kapacitet as mirë që na ndalin ndihmat të zhbllokojmë të gjitha fshatrat. E me fshatin Fqinj, Plajniku ka një kontest pronësor të kamotshëm që nuk po merr zgjidhje. Banorët e këtij fshati nuk kanë kufi administrativ. Për shembull kemi problem me fshatin Kosafë, kemi një kontest pronësor, i herët, edhe na çdo send për shembull nuk përfitojnë pi subvencioneve që shon për shtalla, për diçka për bakti, na nuk mundi me marrë se është e paregjistruar me toka jonë. Se ka ngel kështu? Nuk e di, pi herët ka ngel, kanë bën një regjistrim herët, ka dështuar, se problemi ku është e din vetë ata qeveria, komuna, ku është problemi e din vetë ata. Çdo shtëpi ka pas 100 dele, për shembull ose 5 lopë dhe jetë. Tash kanë me vetëm një familje i ka 250-300, edhe një familje tjetër 5-6 copa. Këtë është dele, lop i ka tash 100-120 copa. Nuk ka ma shumë, ma herët i ka pas 4-500. Nuk ka subvencionim për shembull të shtallave, se ende për ato i kanë paku dhe janë të ikë. Njerëz se këtu vendi për bujqësi, për shembull, është bjeshka, i ka kushtet për shembull, për me punu bjeshka, fushka, sen, po pse nuk paguhen për shtetit, nuk subvencionohen edhe i kanë pagu ikin gjinja. Për këtë problem, Plajnika si të kërkojnë ndihmën e institucioneve qendrore dhe lokale. Komuna, qeveria, kush e ka në kompetencë, me bërë regjistrimin e tokës, a na me përfitu sikur tjerit që janë të përfitu për stalla, për këtë sena që duhen, ne edhe me konguru për shembull për bletari, nuk i në mënë të aki e tokën të qitë me përmi, na s'kemi të regjistru me tokë. A kur zho së përfitojmë i shkur. Të rinjtë të cilët janë aktualisht në Plajnik, mendjen e kanë gjetkë. Diku larg vendlindjes e gjithë kjo për shkak të gjendjes së infrastrukturës dhe kushteve ekonomike. Një ri Plajnik duke tomat, në qajtë ore në kafe, qështu. Po verës? Verës ka pak pun, në bjesh bim medicinale, brovnicë, qështu. Dhe si e shë perspektivën Plajnik? Perspektivën nuk ka perspektivë. As pak. Nuk e shë vetën në Plajnik në të ardhmen? Jo. Për momentin unë është fshati im, por jam i ftohet shumë për Plajnikun. Çfarë do me bënë? Zgjidhje? Zgjidhja ime është me mërgim me dalë që dje. Por kësa istine nuk i përtojnë brezi më i ri këtij fshati. Benjamini 11 vjeç skion bashkë me moshatarët e tij dhe ende nuk don t'ja di për gjëra të tjera me të cilat ballafaqohen më të mëdhenj. Kum lujt po jo shumë se ka qenë shumë ftohtë. A në shkolla ke shku? Po e që ta shemi në pushime, të hanën kish me shkojmë shkollë. A keni ekip që skioni? Po kemi. Kemi që ati është një dhe skijojmë. Sa veta skioni për Plajnikun? 10-15. Dhe kush është më i zofi? Kush është më i madh, hecën më i pari edhe shet më mirë. E ti? Unë herë nëmë, herë shes mirë. Vetëm në verën e vitit 2013, ky fshat u bë me rrugë të asfaltuar. Për shkak të burimeve të shumta, fshati ka edhe një ujë sjellës.
Por dikur kishte një burim dhe ai ishte kroj Macës. Në bisede sipër me banorët për këtë, ata tregojnë versione të ndryshme. Po njëra ndërto ishte se nga gërmimet e Macës në një ver të thatë, kishte gjetur këtë burim dhe më vonë ata pak banore kishin shndruar në krua fshati, duke e identifikuar me këtë emër. Në luftën e fundit, fshati nuk ngeli duar kryq. Pati edhe ai bitë e tij që ju bashkuan UÇK-s, me të cilët ata krenohen tani.